Përshëndetim miq, për festën e Bajramit përgatita një tortë me arë kokosi. Fillimisht përgatita pandëspanjën, tashmë e dini dhe recetën e saj. Ndërsa për marengën e përgatita me vezë të freskëta. Kësaj radhe nuk preferova që të bleja kremin e gatshëm të pasticërisë, por preferova që marengën ta bëj në shtëpi me vezë të freskëta. Për marengën, për një tortë mesatare, më nevojitën 4 të bardha vezësh, sheqer dhe sherbet. Pasi rahëm të bardhat e vezës, i shtuam sheqerin dhe në fund fare i shtuam sherbet derisa marenga të marrë këtë shkëlqimin e saj. Këtu tregon që dhe marenga është bërë dhe nuk ujshohet. Një nga sekretet e pasticërisë për marengën që ri në formën e saj perfekte është dhe sherbeti. Sherbeti nuk e lejon që ajo të ujshohet apo të prishet apo të kthehet përsëri në vezë. Tortës i shtuam reçel qershie në mes. Tortën e përgatitëm vetëm me 2 pjesë dhe në fund fare, pasi e mbuluam totalisht me marengë, pasi e përfunduam, e spërkatëm me arë kokosi. Kjo është recetë shumë e thjeshtë, bëhet shumë kollaj, nëse do e gatuani të një ditë, ju bëftë mirë.